Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër episod të Student Stars. E në fakt, sot do të trajtojmë një tematikë shumë të rëndësishme, siç është aksesi në drejtësi dhe ofrimi i shërbimeve juridike falas. E pikërisht për të na folur më shumë për këtë tematikë, kam kënaqësinë të kem të ftuar Elisa Zoton, që është specialiste në pranë drejtorisë së ofrimit të ndihmës juridike falas. Elisa, përshëndetje. Kënaqësi të kem të ftuar. Faleminderit që na ftove. Elisa, pyetja ime e parë për ty është, çfarë është ndihma juridike falas? Ndihma juridike falas është një mekanizëm i garantuar nga shteti për t'u ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve që të kenë mundësi të kenë një akses të barabartë dhe cilësor për të ezaruar të gjitha të drejtat e tyre ligjore. Pra, qytetarët pavarësisht statusit të tyre social apo ekonomik, të kenë mundësi të kenë akses të barabartë në drejtësi. Kjo është, le të themi, ndihma juridike falas dhe misioni kryesor i drejtorisë së ndihmës juridike falas, aksesi në drejtësi, një shërbim cilësor dhe profesional. Elisa, ka një kategori të saktuar personash në përputhje me ligjin që përfitojnë pikërisht nga ndihma juridike falas? Atëherë, ligji për ndihmën juridike të garantuar nga shteti, që është ligji 111 i vitit 2017, ka parashikuar se të gjithë shtetasit shqiptar, shtetasit e huaj, personat pa shtetësi apo azil kërkuesit, të cilët jetojnë në mënyrë të rregullt në territorin e Republikës së Shqipërisë, të kenë mundësinë që të marrin ndihmë juridike falas në varësi të faktit nëse ata janë individ pa të ardhura apo kategori e veçantë sipas ligjit tonë. Pra, dy janë kategoritë përfituese, ata që nuk kanë të ardhura ose të ardhurat e tyre janë të pamjaftueshme dhe kategoritë e veçanta. Nëse një qytetar ka nevojë për ndihmë juridike falas, si bëhet aplikimi ose si është mënyra që ata mund të marrin pikërisht këtë lloj shërbimi dhe cilat janë disa nga dokumentacionet që ata duhet të kenë me vete? Atëherë, ndihma juridike falas ofrohet pranë qendrave të ndihmës juridike falas, të cilat janë të shtrira në 20 bashki të Republikës së Shqipërisë, siç është qendra e ndihmës juridike parësore në Durrës, por njëkohësisht drejtoria e ndihmës juridike falas ka marrëveshje edhe me organizata jo fitëmpruese të licencuar nga Ministria e Drejtësisë për ofrimin e ndihmës juridike parësore apo dytësore sipas rastit. Gjithashtu janë klinikat e ligjit para universiteteve, pra ne kemi marrëveshje me disa universitete ku studentët në bashkëpunim me pedagogët e tyre, mentorët e tyre, mund të ofrojnë këshillim juridik, pra ndihmë juridike parësore. Dhe forma tjetër është në fakt edhe nëpërmjet platformës Juristi Online. Është një platformë ku qytetarët mund të shkruajnë dhe ka jurist që përgjigjen lidhur me pyetjet juridike që ata mund të kenë. Nëse drejtohen pranë qendrave, organizatave apo klinikave, qytetarët si fillim duhet të kenë me vete kartën e identitetit për të identifikuar se kush janë personat që po kërkojnë këtë shërbim, duhet të kenë së paku një certifikat familjar apo një vërtetim se cilës kategori përkasin, qofshin këto kategori pa të ardhur apo kategoritë e veçanta, dhe të plotësojnë të gjithë formularët e domosdoshëm për të marrë këtë shërbim juridik kur flasin për parësoren. Në momentin që do flasim për dytësoren, për një ndihmë juridike dytësore, normalisht dokumentat janë edhe pak më specifike, le të themi, dhe gjithsesi nëse adresohen pranë qendrave ndihmohen edhe nga juristët e secilës nga qendrat për dokumentacionin e nevojshëm. Ku ndodhet qendra e ofrimit të ndihmës juridike falas në Durrës? Qendra e ofrimit të ndihmës juridike parësore në Durrës ndodhet në katin e parë të gjykatës së shkallës së parë të reduksionit të përgjithshëm Durrës, dhoma penale, duke qenë se aktualisht janë të ndara në seksionin penal dhe seksionin civil. Elisa, janë të informuar qytetarët në lidhje me ofrimin e ndihmës juridike falas? Se personalisht, që se vlejon ta them, më lejo të komplimentoj, se bën unë fatmirësisht kam fatin që të shikoj punën që bën, punën e arzakonshme që bën në shumë durim doja. Dhe realisht unë shikoj që aty bëhet një punë shumë e madhe nga ana jote, dhe realisht ka pafund qytetarë që vijnë dhe kërkojnë shërbimin e ndihmës juridike falas. Po, në fakt është e vërtet që nga dhjetori 2020-s, ku qendra e ndihmës juridike parësore Durrës ka kaluar në administrim të drejtorisë së ndihmës juridike falas, dikur me 2 specialistë, sot vetëm me 1 që jam unë, kemi bërë, le të themi, një punë të jashtëzakonshme në aktivitetet promovuese të qendrës. Aktualisht vazhdojmë të bëjmë, siç edhe ky aktivitet, le ta quajmë aktivitet, është për të informuar sa më shumë qytetarë, sa më shumë persona që kanë nevojë për këto shërbime për të adresuar pranë qendrës. Le të themi që
ti je realist duke parë të shifra dhe numrat, siç edhe ti ke parë numrin e qytetarëve që vinë gjatë ditës, qytetarët janë të informuar, por normalisht mund të ketë edhe persona ende të painformuar dhe kjo është arsyeja pse ne vijojmë akoma të bëjmë këto aktivitete në terren promocionale për të ditur çdo individ, çdo qytetar që banon paktën në qarkun e Durrësit që unë mbuloj, se ku është qendra ku ata mund të marrin shërbim dhe çfarë shërbimesh mund të marrin. Gjithashtu, duke evidentuar edhe faktin që shumë studentë nga Departamenti i Drejtësisë i Universitetit Aleksandër Mojsiu kryen praktikën pikërisht pranë kësaj qendre. Po, është vetë. Si e shikon praktikën që ata kryejnë në formimin e një portofoli të mirë akademik dhe profesional të studentët? Unë që momentin që më thanë që do vinë student, faktikisht ta kam thënë që u gëzova pa mas. Kjo sepse edhe ata mësojnë, por edhe mua më vinin pak në ndihmë, ndoshta edhe për gjëra shumë të vogla. Numri i tyre, siç edhe ti e din, është i konsiderueshëm dhe jam munduar t'ju jap akses në mënyrë të barabartë në një kohë caktuar secilit prej tyre për të qenë pranë qendrës dhe për të parë se si është në praktik pjesa e juristit të ndihmës juridike falës, normalisht çdo institucion ka rregullat, ligjin dhe mënyrën e funksionimit të vet. Çfarë ju shërben paktën për institucionin tim, mendoj se është institucioni më i mirë. Kjo sepse kategoria e çështjeve aty është çështje civile, çështje administrative, çështje penale, pra ata praktikisht shohin në praktik çdo fushë të së drejtës, se si zgjidhet, se si mund t'ju japësh atë këshillimin e duhur ligjor, se qytetarët kur paraqiten pranë qendrës nuk është se ata dinë që çështja e tyre mund të klasifikohet civile apo çështja e tyre mund të klasifikohet administrative. Ato thonë ne kemi këtë problematik, po si ta zgjidhim këtë problematik. Pra ju vjen në ndihmë sidomos personave që në të ardhmen duan të punojnë qoftë në gjykata apo në profesionin e lirë të avokatisë. Ne ne jemi një gjysmë avokati. Është e drejtë dhe në fakt nga eksperienca mund të them shumë bindje që jo vetëm krijon një identitet juridik, por mbi të gjitha një identitet empatie dhe ndër varë mënyrë bëjmë dhe rolin e psikologut, Elisa. E bëjmë. Jo pak herë e bëjmë, ndoshta si fillim bëjmë psikologun dhe më pas bëjmë juristin. Na duhet më parë ti qetësojmë, se normalisht qytetarët vinë të ngarkuar emocionalisht dhe më pas i ofrojmë këshillimin e duhur ligjor me mënyrën se si ata mund ta kuptojnë. Se normalisht me ta ne nuk mund të flasim me terma juridik, por duhet të flasim me terma pak më të thjeshtë që ata të kuptojnë. Pas gjykatës, mendoj se për studentët ky është një ndër praktikat më të mira. Është e vërtetë. Unë mund ta vërtetoj këtë. Faleminderit. Elisa, unë të falenderoj shumë. Një mesazh ndoshta për të gjithë qytetarët që po na shohin në këto momente. Unë i ftoj qytetarët të paraqiten pranë qendrës. Unë kam fatin që tani që shumë shpejti do marr lejen e lindjes të LD zëvendësuese shumë të mira, siç je ti dhe Melisa. Falenderoj. Normalisht do jeni në mbikëqyrjen dhe kontaktin tim gjatë gjithë kohës të drejtorisë së ndihmës juridike falas. Ata duhet të vinë pranë qendrës për të kuptuar se çfarë problematike kanë dhe si mund ta zgjidhin ato. Se shpesh shqiptarët ne kemi një mentalitet të gabuar që stepemi dhe themi se është falas dhe nuk është shërbim i mirë, përkundrazi është jashtëzakonisht shumë shërbim i mirë dhe mbi të gjitha duhet kemi parasysh ata avokatët tanë janë avokatë privat, por vetëm se nuk do paguhen nga ata, por do paguhen në bazë një marrëveshje që avokati ka me drejtorinë e ndihmës juridike falas nga drejtoria. Pra, puna e avokatëve, puna edhe e juristëve kur flasim për ndihmën juridike parësore apo dytësore, kontrollohet dhe monitorohet gjatë gjithë kohës nga drejtoria e ndihmës juridike falas dhe shpeshherë ka ndodhur edhe në praktik që avokatët të mos paguhen nëse shihet që puna e tyre nuk është bërë ashtu sikur duhet. Pra cilësia është e garantuar. Cilësia është e garantuar. E njëjta gjë mund të themi edhe nëpër ne si specialist kur është parë që specialisti në raportet tremujore që dhe kontrollet e vazhdueshme që drejtoria bën nuk ka arritur nivelin e duhur të cilësisë dhe rasteve, normalisht është proceduar me masë disiplinore apo edhe largimi nga puna sipas rastit. Elisa, unë të falenderoj shumë. Faleminderit që më ftove. Më lejo edhe një herë të komplimentoj sepse realisht besoj vetëm kur e shikon nga afër e kupton rëndësinë e punës edhe forcën dhe durimin që duhet për ta realizuar. Edhe më lejo të komplimentoj pafund sepse në këto kohë që unë kam kaluar me ty, nuk ta them për të bërë shefin, por se realisht reflekton, bën një punë jashtëzakonisht shumë të madhe. Faleminderit. Elisa. Faleminderit.
Ndërkohë, së bashku do të shihemi në episode të tjera të Student Stars me puntata të tjera shumë të lezetshme dhe të veçanta. Nga unë Kamila Sejdolli, shihemi në episode të tjera.